Edhe ky edicion nuk do kishte pasur lezat pa pasur mendimin apo vlerësimin e qytetarit në lidhje me temën e javës. Se çka kanë thënë ata? Për një pyetje të cilën ne kemi vlerësuar si interesante për ta bërë, e ndiqni vetëm pas pak. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjinatës shohësh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Bën punë shumë madhe, po ka dëshirë që nuk jashtë. Shumë për të smani juaj së shkurë. Ka filluar këtë të hënë, bëhet fjalë për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova. 19 banor janë bërë pjesë e garës së ashpër që do të zhvillohet ditëve, javëve e muajve në vazhdim. Por çka mendojnë qytetarët në lidhje me këtë format? Zumi ka pyetur ata me disa gjëra interesante. Ke këshir Big Brother-ën? Jo, kur? Pse? Edhe kur s'ka me këshir? Kur? Besoni dashurisë atë? Jo. Po mos çfarë thas lidhës kam në ato sene. Ai beson dashurisë në Big Brother? Ai e të këshir Big Brother? Jo. Ai beson dashurisë në Big Brother? Valla dashurisë shumë fun po. Po. Brother, po të shtymë kësho. Ngëm. Ore, këtu për plasa unë. Po ki kujdes pak, që është Këtu për plasa unë. Jo, valla, unë se për cilin. Unë se këshyri asnjë herë. Big Brother-ën? Jo se këshyra. A mendoni që Big Brother është degenerim? A shikoni ju në familja? Qëllin Big Brother. Unë e kur. Kur se shikoni? Kur hiç. Me gjithë ka lidhje kjo, edhe ju të Ishin këto mendimet e qytetarëve në lidhje me formatin e Big Brother VIP Kosova. Asa i thamë